me ujë. Mirëmëngjes. Fillojmë mbledhjen e Komisionit për Çështjet Ligjore dhe Administratën Publike për ditën e sotme, 11 mars 2026, ora 11:07. Kuorumi është i pranishëm për të vazhduar me një çështje që kemi sot në rendin e ditës. Kemi shqyrtimin e projektligjit për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin numër 52 të vitit 2024 për etiketimin e produkteve me ndikim në energji. Komisioni ynë është komision për dhënie mendimi në shqyrtimin e këtij projektligji. Është nis me deputetit kolegut ton Ceno Klosi. Relatore në emër të komisionit do të jetë deputeti Azegjine Çaushi, kolegja jon do të jetë relatore në emër të këtij komisioni. Dhe nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë kemi zonjën Enkeleda Muça, zëvendës ministre, dhe zonjën Eriona Seriani, drejtoreshe e përgjithshme. Tani me nismën, pra me projekt ligjin jeni njohur, u ka ardhur nga sekretaria e Komisionit gjithë deputetëve. Unë fillimisht dua të uroj mirëseardhjen kolegut Klosi, zonjës Muça dhe zonjës Seriani për prezencën e tyre sot në Komisionin e Ligjeve, dhe pa humbur kohë, do t'ja kaloj fjalën zotit Klosi për të bërë një prezantim se ku konsistojnë ndryshimet që ai propozon në ligjin për etiketimin e produkteve me ndikim në energji, e më pas do t'ja kaloj fjalën kolegës Çaushi. Zoti Klosi, edhe një herë mirë se erdhët, fjala është për ju. Shumë faleminderit kryetar, atëherë të nderuar kolegë. Nisma ka të bëjë me një propozim për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin numër 52 vitit 2024 për etiketimin e produkteve me ndikim në energji. Ky ligj, ky ndryshim synon të zgjerojë fushën e ligjit ekzistues, duke përfshirë për herë të parë kërkesat e projektimit ekologjik për produktet me ndikim në energji. Qëllimi i këtij ndryshimi është që të ketë një ndërhyrje ligjore bazuar në 3 objektiva strategjik. Harmonizimin me direktivën 2925 të BE-s mbi projektimin ekologjik, uljen e ndikimit mjedisor të produkteve gjatë gjithë ciklit të jetës tyre dhe rritjen e sigurisë dhe konkurrueshmërisë të produkteve në tregun shqiptar. Ky projekt ligj plotëson një boshllëk të rëndësishëm pasi ligji aktual rregullon vetëm etiketimin energjetik, por jo mënyrën se si produkti projektohet nga fillimi. Shqipëria është duke ndjekur hapat e parafrimit të legjislacionit kombëtar me anë të BE-s për të mundësuar zhvillimin e mëtejshëm të vendit në çështjet e qëndrueshmërisë dhe mjedisit. Energjia është një ndër sektorët më të rëndësishëm dhe ndikues në këtë fushë dhe paralel me zhvillimin e kapaciteteve burimeve të rinovueshme, një element i rëndësishëm i cili shoqëron zhvillimin ekonomik të vendit drejt qëndrueshmërisë është edhe eficienca energjetike. Për eficiencën qeveria shqiptare ka ndërmarrë hapa për parafrimin e legjislacionit në çështjen e performancës energjetike së ndërtesave, eficiencës së energjisë, po edhe performancës energjetike të produkteve nëpërmjet ligjit për etiketimin. Në këtë kontekst, por dhe në përputhje me qëllimin për vijimin e përmbylljes së parafrimit të legjislacionit me akuis, propozoj që të plotësohet ligji për etiketimin e produkteve me ndikim në energji edhe me parashikime për projektimin ekologjik. Projektimi ekologjik nënkupton produkte më të qëndrueshme, më jetëgjata, të riparueshme, të riciklueshme dhe me konsum më të ulët energjie. Ajo çfarë ndryshon konkretisht është që projektligji sjell disa ndryshime thelbësore, siç janë zgjerimi i objektit dhe fushës së zbatimit. Në këtë ndryshim përfshihen kërkesat e projektimit ekologjik, eficienca e burimeve, qëndrueshmëria dhe zvoglimi i substancave të rrezikshme. Gjithashtu bëhet shtimi për kufizime të reja, ku për herë të parë futen koncepte si projektim ekologjik, cikli i jetës së produktit, kërkesat të projektimit ekologjik, klasë performance, si dhe zinxhiri i vlerës. Kjo krijon dhe një bazë të qartë juridike për zbatim. Gjithashtu krijohet një krejëri për kërkesat e projektimit ekologjik, ku vendosen detyrime për operatorët ekonomik, dosje teknike të detyrueshme, rol i shtuar për doganat dhe strukturat e mbikëqyrjes të tregut, si dhe kompetencë për Këshillin e Ministrave për aktet zbatuese. Gjithashtu, në këtë ndryshim parashikohet dhe një sankcion i ri ku parashikohet një gjop për 350.000 lekë për shkeljet e kërkesave të projektimit ekologjik, një gjop e cila është në vijim dhe të ligjit ekzistues i cili parashikon këto sanksione.
Si ndikim i pritshëm, duhet të kemi disa ndikime, do kemi ndikime në ekonomi kur kemi një rritje të konkurrueshmërisë, nxitje të inovacionit dhe standardizim të tregut. Gjithashtu do ketë ndikime edhe në familje ku do kemi një ulje të faturave të energjisë, si dhe produkte më cilësore dhe më të sigurta. Gjithashtu do kemi edhe ndikime në mjedis, ku parashikohen uljet e emetimeve, reduktimi i konsumit energjetik, më pak mbetje elektronike, si dhe kontribut real në tranzicionin e gjelbër. Projektligji nuk ka ndikim të drejt për drejt në buxhetin e shtetit. Gjithashtu duhet të jemi qartë se nuk ka ndikim as në buxhetin e konsumatorëve. Produktet me efikasitet të ulët energjetik dhe me përbërje të dëmshme rrisin konsumin e energjisë, shtojnë mbetje elektronike dhe përkthehen në kosto më të larta për familjet shqiptare. Projektimi ekologjik kërkon produkte më të gjata, më të riparueshme, më të riciklueshme dhe me konsum më të ulët energjie. Kjo do të thotë më pak mbetje, më pak ndotje dhe më pak fatura për qytetarët. Gjithashtu, produktet e prodhuara në vend, pjesë e listës së produkteve që janë objekti i projektimit ekologjik, në kontekstin akuis janë të gjitha për tregun vendas dhe kryesisht vijnë nga importi, siç janë pajisjet elektroshtëpiake, tu përfshihen frigorifer, lavatriçe, furra e tjerë, pajisje ngroje, ftoje, ventilim, ku kemi të bëjmë me ngrohës ambienti, kaldaje e tjerë, pajisje frigoriferike komerciale, siç janë kabinete frigoriferike, pajisje për ftoje, motor dhe pajisje energjetike, IT dhe elektronik dhe ndriçim dhe pajisje industriale. Pra në total janë 31 akte nënligjore që do duhet të përgatiten dhe miratohen për çdo produkt objekt i ligjit sipas ndryshimeve. Ky projekt ligj përforcon procesin e integrimit evropian, parafron legjislacionin me akuis të BE-s, vendos standarde moderne për tregun shqiptar, forcon kontrollin institucional dhe mbron konsumatorin dhe mjedisin. Në thelb ky është një ligj që nuk vlen vetëm për etiketa energjie, por për mënyrën se si ndërtojmë produktet që përdorim çdo ditë. Ai kalon nga informimi konsumatorit te përgjegjësia e prodhuesit. Projektligji synon parafrimin e pjesshëm me legjislacionin e BE-s, Direktiva 2009 fraksion 125 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit, datë 21 tetor 2009, për përcaktimin e kërkesave për projektimin ekologjik të produkteve me ndikim në energji, si dhe pjesërisht me rregulloren e BE 2024 fraksion 1781 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit, datë 13 qershor 2024, për përcaktimin e kërkesave për projektimin ekologjik të produkteve të qëndrueshme. Gjithashtu ky projekt ligj synon të krijojë mundësinë, duke dhënë autorizime përkatëse për ekzekutimin, për rregullimin me akte nënligjore të standardeve të produkteve që qarkullojnë në treg dhe kanë ndikim në energji dhe mjedis. Faleminderit. Po faleminderit zoti Klosi. Zonja Muça, në emër të ministrisë, një konsiderat për nismën e kolegut Klosi dhe do t'ju lutesh ata nënvizonit faktin që pse ka lindur nevoja që në një lishtë të vitit 2024 ne të vim me këto ndryshime, por shoh nga relacioni që kemi të bëjmë me parafrim. Dhe duhet na saktësoni konkretisht në këtë këndvështrim cilat direktiv parafrohet me nismën e kolegut Klosi, që me sa duket është në kohën e dur dhe në momentin e dur në procesin e negociatave. I nderuar kryetar, të nderuar anëtar të Komisionit Ligjeve, falenderojmë së pari deputetin Klosi për këtë nismë që ka marrë dhe për të qenë ai i cili ndërkohë ka revizuar një kërkesë e cila tashmë përbën një kërkesë të parafrimit legjislacionit shqiptar me atë të Bashkimit Evropian në kuadër dhe të përmbushjes së piketave, përmbyllse në kuadër të negociatave i ndryruar. Dhe në fakt ka lindur qysh në momentin kur dhe ka nismën në momentin ku vetë i nderuar deputet ka patur një rol shumë të lartë politik brenda ministrisë, pikërisht duke mbuluar sektorin e energjisë dhe në vërejtje shumë të afërt të atyre që janë dinamikat e gjithë procesit të integrimit të nderuar, për cilat ju ne mendojmë keni një informacion shumë të gjerë për intensitetin, densitetin shumë të madh të akteve që janë duke u trajtuar në kapituj të ndryshëm. Dhe në rastin konkret, i nderuar, për t'ju përgjigjer dhe pyetjes tuaj, në fakt për një ligj i cili ndërkohë qëmtonte parafrimin e direktivës 2017-1369 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, i cili ndërkohë kishte parasysh etiketimin e produkteve me ndikim në energji, tashmë ky ligj është pikërisht ai akt i cili mund të integrohet me ndryshimet për sa i përket kërkesave për ekodizajn.
e produkteve të cilët kanë ndikim, jo vetëm në energji, po sidomos dhe në mjedis, të nderuar. Pra është një njëti akt i cili ndërkohë vjen nëpërmjet saj nisme në ndryshim, në mbështetje të plot të asaj çka është programi ynë i integrimit evropian, piketave të përmbyllëse të cilat ne i kemi detajuar me Komisionin e Bashkimit Evropian, në mënyrë që qeveria shqiptare dhe shteti shqiptar me ndihmën tuaj, si një organ ligjvënës i cili ndërkohë përmbyll proceset tona në kuptimin e ligjvënies dhe të miratimit të akteve kryesore, të mund të hartoj dhe të përmbyll brenda vitit 2026, pra elementi kohor ka një rëndësi të nderuar në rastin konkret, brenda vitit 2026 për afrimin e të gjithë atyre akteve të cilat në fakt e sillin Shqipërinë në një hap i cili është jo vetëm përafrues, por pikërisht hyrës në tregun përkatës të energjive, në rastin konkret kemi të produkteve me ndikim ose themi të tregut të energjive të rinovueshme dhe të burimeve nga këto energji. Në fakt, eficienca e energjisë dhe përdorimi i çfarë lloj produkti në treg, i cili ndërkohë sjell reduktimin e konsumit të energjisë, jetëgjatësinë e produkteve. Pra faktin që normalisht ne mund të përdorim dhe mund të riparojmë në mënyrë më të gjatë, pra për një periudhë kohore më të gjatë produktet që kemi në treg, të gjitha këto ndihmojnë në atë çka është plani dhe nismat tona për një energji të qëndrueshme dhe eficiente në të themi në Shqipëri. Pra të nderuar, dhe në fakt objektivat që u përmendën në mënyrë shumë të detajuar nga i nderuar deputet lidhen me objektiva madhor të qeverisë, fakti që vinë kaq shpejt me një ndryshim ka të bëjë me pra një direktiv tjetër dhe u citua pikërisht direktiva 2925 e Parlamentit dhe Komisionit Evropian që lidhet pikërisht me kërkesat e ekodizajnit, jo ato për etiketimin e produkteve në energji, po që në totalitetin e tyre, bashkë me aktet në ligjore të cilat janë gjithashtu pjesë e detyrimit tonë që do kemi në vijim, do të përmbyllin kërkesa që janë shumë të qëndësishme, janë vendosur shumë së fundmi të nderuar. Në vitin 2024 është risia, është ndryshimi fundit që ka bërë Bashkimi Evropian dhe kjo na vendos ne para jush për ndryshime të cilat nuk lindin nga politika jone brendshme në rastin konkret, po që i shërbejnë totalisht asaj nga kërkesat dhe ndryshimet që aki në nivelin e Bashkimit Evropian pësojnë me një dinamik të nderuar që nuk shkon me dinamikën e vazhdueshme të akteve që ne trajtojmë në Kuvendin e Shqipërisë dhe që ju me të drejtë vendoset si shënim. Pra shënimi është dinamika e ndryshimeve në nivelin evropian, nevoja që ne të qëndrojmë atij me ndryshime dhe të jemi sa më shpejt në një qëndrim proaktiv, mbështetës dhe implementues në Shqipëri, që na vendos në këtë dinamik që ju e vutre si një dinamik ndoshta pak anomale, por që nuk ka lidhje me këtë, ka lidhje me faktin që ne do të qëndrojmë ndryshimeve të akisë që në të nesërmen do jenë automatikisht të zbatueshme për Republikën e Shqipërisë. Ju falenderojmë edhe një herë për vëmendjen tuaj edhe për mundësi. Faleminderit zonja Muçaj. E morëm dhe qëndrimin e ministrisë. Tani në emër të komisionit do t'ja kaloj fjalën relatores, shumë shkurt për si qëndron kjo nismë raport me anën formale, pra rregullorën e Kuvendit të Shqipërisë. Fjala për zonjën Zegjine Çaushi. Faleminderit nderuar kryetar, të nderuar koleg, të nderuar përfaqësues të ministrisë. Ky komision e shqyrton projekt ligji në cilësinë e komisionit për dhënie mendimi bazuar në nenë 32 dhe 38 të rregullores së Kuvendit. Projekt ligji propozohet në zbatim të mbështetjes të nenit 73, 81.1 dhe 83.1 të Kushtetutës dhe në zbatim të nenit 68.1.2 të rregullores së Kuvendit. Projekt ligji së bashku me redaksionin përkatës na janë paraqitur për shqyrtim dhe miratim këtu në këtë komision. Qëllimi i këtij projekt ligji është zgjerimi i fushës së zbatimit të ligjit numër 52/2024, duke përfshirë për herë të parë kërkesat e projektimit ekologjik për produktet me ndikim në energji. Ky ndryshim synon të harmonizojë legjislacionin shqiptar me direktivën 125 të Bashkimit Evropian, që përbën bazën e kuadrit të BE-s për kërkesat e dizajnit ekologjik, si dhe të krijojë një standard të unifikuar për uljen e ndikimit mjedisor të produkteve gjatë gjithë ciklit të jetës së tyre, rritjen e konkurrencës së produkteve në treg, garantimin e transparencës dhe sigurisë për konsumatorit, si dhe përgatitjen e tregut vendas për integrim në tregun e përbashkët evropian. Shpjegimin po e lëm duke qenë se u analizuan nga deputetit nismëtar. Për zbatimin e këtij projekt ligji ngarkohet Këshilli i Ministrave, Ministria e Ekonomisë, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Dogana dhe ISHMT-ja. Referuar relacionit të hartuar nga nismëtari, kolegu jon, parashikohet që ndryshimet e propozuara nuk kanë efekt të drejtë për drejtë në buxhetin e shtetit. Zbatimi i këtij projekt ligji nuk ka ndikim të drejtë për drejtë
në buxhet siç e thash, përveç kostove minimale operative të institucioneve mbikëqyrëse, pritet të sjellë kursime afatgjata në sektorin e energjisë, të krijojë parakushte për rritjen e cilësisë së produkteve të importuara dhe të prodhuara, të nxjisë investime private në produkte dhe teknologji të qëndrueshme. Ndikim social, ekonomik dhe mjedisor, për sa i përket ndikimit social, mbrojtja më e lartë e konsumatorit, ulje e kostove familjare për pajisje energjetike për shkak të efikasitetit të lartë, ndikim ekonomik, rritje konkurrencës së tregut, standardizimi i kërkesave për operatorët ekonomik dhe nxitje për inovacion teknologjik. Për sa i përket ndikimit mjedisor, reduktimi i emetimeve, ulje e konsumit të energjisë, rritje e riciklueshmërisë së produkteve dhe kontribon në objektivat kombëtare të tranzicionit të gjelbërt. Si përfundim, projekt ligji paraqet një hap të rëndësishëm në përafrimin e ligjit shqiptar me akuis të BE-s, forcimin e mbrojtjes së mjedisit, rritjen e cilësisë së produkteve në treg dhe përgatitjen e administratës shqiptare për kërkesat e tregut të Bashkimit Evropian. Miratimi i tij është i domosdoshëm për përmbushjen e detyrimeve të Shqipërisë në procesin e integrimit evropian, përmbushjen e angazhimeve në agjendën e reformave dhe vendos standarde të reja bashkëkohore për produktet me ndikim në energji. Dhe si relatore e këtij projekt ligji i propozoj komisionit që ta miratojmë. Ju faleminderit. Po, faleminderit. Zonja Çaushi, ka pyetje dhe diskutime nga kolegët? Nuk ka. Atëherë ne kalojmë në votimin në parim të këtij projekt ligji. Kush është dakord në parim me projekt ligjin? 8 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka. Miratohet në parim projekt ligji për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin numër 52 të vitit 2024 për etiketimin e produkteve me ndikim në energji. Kalem në shqyrtimin dhe miratimin nën për nën. Neni 1, pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 2, pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 5, pro, kundër s'ka, abstenim s'ka. Neni 3, pra? 5 tash? Neni 3, pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 4, pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 5, pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 6, pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 7, pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Kalojmë në votimin në tërësi të projekt ligjit. Kush është dakord në tërësi me projekt ligjin? Pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Me votimin në tërësi, këtu e mbyllim mbledhjen e Komisionit Ligjeve për ditën e sotme. Mbledhja e radhës do t'ju njoftohet nga Sekretaria e Komisionit. Faleminderit gjithëve, punë të mbarë dhe ditë mbarë.